Nën e Bi pushtojnë Zvicrën, Shyrete Beluli dhe Angjelusha Saliu ndezin skenën. Mbrëmja e fundit në Zvicër ishte e gjitha nën ritmet dhe energjinë e dy prej emrave më të dashur të muzikës shqiptare, Shyrete Beluli dhe vajza e saj Angjelusha Saliu. Nën e Bi u ngjitën në skenë përballë një publiku të zjarrt shqiptarësh në diasporë, duke krijuar një atmosferë elektrizuese që do të mbahet mend gjallë. Të veshura me fustane elegant dhe me një paraqitje plot thjeshti, ato jo vetëm që shkëlqyen me zërin, por edhe me prezencën skenike. Momentet nga koncerti tregojnë sallën të mbushur plot, me fansa që këndonin çdo varg bashkë me to Angjelusha, me energjinë dhe freskinë e saj, solli dinamizëm në skenë, ndërsa Shyretja dëshmoi edhe një herë pse vazhdon të mbetet ikonë e muzikës popullore shqiptare. Duartrokitjet, ovacionet dhe emocionet e forta e shndërruan mbrëmjen në një festë të vërtetë për komunitetin shqiptar në Zvicër. Ky koncert ishte një tjetër dëshmi se suksesi i tyre nuk njeh kufi dhe se lidhja nën e Bi në skenë është një formulë që publiku e adhuron. Një natë plot muzikë, emocion dhe krenari shqiptare. Për lajmet më të reja na bëni subscribe kanalin tonë, ju faleminderit.